Kalaja e Dorëzit. Me këtë emër njihen rrënojat e mureve rrethues që ndodhen në afërsi të Tiranës, në fshatin kodrinor Dorës. Kjo kodër ndodhet midis lumit të Erzenit dhe përrenjve të Zhullimës nga ana lindore dhe përrenjve të Korilës nga ana perëndimore. Kjo kodër ka një pozicion dominues, ku mund të kontrollohet gjithë fushpamja deri në detin Adriatik, si dhe një pjesë e portit të Durrësit. Pikërisht, pozicioni i saj strategjik ka ndikuar që kjo kodër të preferohet që në periudhat më të hershme për të ndërtuar një vendbanim të fortifikuar. Në ndërtimin e kalas të Dorësit, është shfrytzuar dhe mundësia mbrojtëse që ofron terreni, pasi në anën veriore dhe verilindore kodra është tepër e pjerrët, duke lehtësuar fortifikimin në pjesën më të lartë të kodrës. Në muret rrethues të kalas vërehen disa periudha të ndryshme ndërtimi që dallohen qartë nga ana tipologjike, stili dhe teknik. Ndërtimi më i hershëm i kalas i përket një trakt muri që ruhet në anën veriperëndimore të saj. Ky trakt muri është ndërtuar me bloqe gurësh të mëdhenj dhe të papunuar. Për të mbushur boshllëqet që krijoheshin gjatë ndërtimit të murit, ndërmjet bloqeve është përdorur gur me madhësi të vogël. Gjithashtu, këta gur kanë luajtur rolin e nivelimit të murit dhe krijimit të shtratit për vendosjen e gurëve të mëdhenj. Muri është ndërtuar me 2 faqe dhe në bërtham janë hedhur gur në mënyrë të çrregullt. Rreth 20 metra larg murit të sipërpërmendur, ndodhet një trakt tjetër muri që i përket një periudhe më të vonë. Gjurmët e këtij muri dallohen nga përdorimi i bloqeve të gurëve me forma të ndryshme poligonale. Kalaja e Dorësit është ndërtuar në periudhën e parë të hekurit. Në antikitetin e vonë, kjo kala kontrollonte rrugën që të nxirrte prej luginës së Pezës në Peqin, duke u bërë pjesë e sistemit mbrojtës të Durrësit.